Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal të premten në Krujë ku takua me bizneset e zonës. Do përgjysmojmë tarifën e ujit. U premtoi ulje të çmimit të energjisë elektrike dhe ujit. Nga do ulim energjinë për biznesin e vogël në 6 lekë. Do përgjysmojmë tarifën e ujit. Kryedemokrati tha se projekti i opozitës parashikon se nuk do të ketë taksa më shumë se sa 1% e xhirës vjetore. Bashkitë s'do mund të vendosin taksa më shumë se 1% e xhiros vjetore. Pensionet minimal e rrisim në 200 euro, sot është 120 euro. Rrogën minimale në 500 euro. Pas tregtarëve, Berisha zhvilloi një takim me një biznes fason. Ai tha se me ardhin në pushtet të opozitës do të krijohet një borxh që do të kompensojë eksportuesve zhvlerësimin e euros. Sepse rënja e euros nga 1000 400 lekë që ishte në 90 lekë është një rënje që këta i dëmton në mënyrë shumë thelbësore. Atëherë hapi i parë, 100 ditë e para, do krijohet një bord i cili do i kompensojë këta zotëri të nderuar qindark për qindark rënjën e euros. Kryeopozitari tha gjithashtu se marrjen në pushtet të Partisë Demokratike Aleancës për Shqipërinë Madhështore do të gjejmë se ku janë futur paratë që kanë vjedhur gjatë këtyre viteve socialistët dhe ato do ja kthejnë shqiptarëve.